televizionit, unë e kom pasë nga të vetit Agnesën, të mirën të keqen e kemi ndonë bashkë, kemi jetu bashkë në Prishtinë, me njerë pas largimit, pas ndarjes me Cimela Qesha, kur e pillovave që e mora Banesën, unë e mora ato afer vetës, ka qenë edhe ajo pjesë të televizionit, edhe në organizim ka qenë, edhe në faktikisht kemi ndonë të mirën të keqen. Pas martesës Agnesës, vjen jetë atë dheja, dhe me tonë vllav tjetër që më lidhet edhe jom me to gjithë shka. Dhe me tonë shumicën e kohës, e tjetës, e gjithë shkapit, unë e kom do bashkaresh bashkë me to, edhe të mirën e të keqen, e kështu që atë dheja ka ditë shpeshare me më kritiku, nalju për këto, nalju për ato, nalju këto, mëse bo këto, mëse bo këto, mëse bo këto, po në kohë të fundit nuk është edhe qëndresa që s'm kritikan. Apo? Lene be djalin rehat? Nuk është që s'm kritikan, më kritikan për gjëra që atë janë me vend, për shkak që, sarë, unë gjithmonë e kom lënë vetën keq për të tjertë. Unë gjithmonë e kom lënë vetën anash, ndështa për mi qëndru afër dikuj tjetër. Kështu që për këto ndështa Ka të drejtë, pas drejt, dhe më thonë që ma e pari ti duesh për vetë vetëm, pastaj edhe... Kjo është gjenetlike, si Unë jam gjenetlike. Të dytë. Që ata e ku po derën e gjenetit. Kjo është dera, unë i këmë thonë kjo është dera gjenetlive, se këtu veç gjenetlike në aty. Këtë gjithë ma banorën, në gjenet, nalu pak. Jo, edhe veç e tani të vazhdan me lojën tane, veç edhe një pyetje të fundit. Do me së loj, po... Së loj, tani lunë me labin. Jo, unë i thash që që ju bëj letra musafirve në studio, thash ma ka shpruna i letra. Po të më pështi me lecu, mi anis me kaj. Që e labi, dikush ka shkruar një letër për të jërë. Edhe 3 shpik në një letër. Pa do të kaj. Jo, edhe një pyetje e pata të pjesa e familjes. Deshta me vetë veç edhe pak të kjo koncepti shajt i familjes që për mu është gjithë shka, edhe që përmbush